2 ditë pas sulmit që ndodhi në New York, ku u plagosën 29 persona dhe pas shpërthimit në New Jersey, policia ka arritur të prangosë autorin e dyshuar 28 vjeçarin me origjinë afgane por shtetas amerikan, Ahmad Khan Rahami. I dyshuari për shpërthimet është arrestuar pas një shkëmbimi zjarri me policinë në zonën Linden të New Jersey, gjatë të cilit mbeti i plagosur, konfirmojnë zyrtarët e policisë lokale. Rahami është transportuar me ambulancë i gjakosur dhe i dëmtuar në shpatull. Arrestimi i tij erdhi pasi FBI publikoi pak orë më parë disa foto të riu, duke shtuar faktin se ai ishte një person me rrezikshmëri të lartë. Rahami është zbuluar nga gjurmët e gishtave, sa kaq presidenti amerikan Barack Obama ka reaguar në lidhje me sulmin në Manhattan dhe New Jersey, ndërsa theksoi se amerikanët nuk duhet i dorëzohen frikës. ISIS është i dështuar në të gjitha përpjekjet e tij, tha Obama. Policia dyshon se Ahmad Khan Rahami mund të ketë lidhje me mjetet shpërthyese të gjetura në një çantë shpine mbrëmjen e së shtunës në qytetin Elizabeth të New Jersey, ndërsa një nga bombat shpërtheu teksa një robot i një ekipi të FBI-s po mundoi ta çaktivizonte. Shpërthimet gjatë fundjavës si dhe zbulimi i disa pajisjeve të pashpërthyera kanë çuar autoritetet drejt dyshimeve se mund të kemi të bëjmë me një qelisë terroriste në New York dhe New Jersey, tanë zyrtar të zbatimit të ligjit për CNN-in. Shpërthimi të shtunë në mbroma në lagjen Chelsea, një nga zonat më të populluara në Manhattan, lëndoi 29 vetë të cilët tashmë kanë dalë nga spitali. Bomba e dytë u zbulua pak kohë pasi shpërtheu e para. Ajo përbëhej nga një tenxhere me presion dhe ishte lidhur me një celular. Policia arriti ta hiqte para se të shpërthente dhe azgjësoi më pas në një shpërthim të kontrolluar.